Përshëndetje, miqtemi, mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Jeni në një lidhje. Jeni larg dhe nuk keni kontakt me njëri tjetrin. Çfarë do të bëjë ky person? Pra, do të bëhet I gjallë, do të kontaktoj me ju? Pra, nuk keni, për momentin nuk keni kontakt. Çfarë do të bëjë ky person? Do të bëjë diçka? Lajme, mesazhe, lumturie në qiell të pastër do të vinë shumë shpejt nga ky person që ju nuk keni kontakt në këtë moment. Është I fokusuar shumë tek puna, dhe ashtu si fokusohet ashtu dhe I rrjedhin monedat. Është pak I mërzitur në këtë hije teme dhe juve ju mendon gjithmonë në mendjen e tij, edhe pse nuk keni asnjë lloj kontakti. Ti je në mendjen e tij, sepse ti je për të femra e ekuilibrit. Ti I sjell atij ekuilibër në jetën e tij. Je femra e tij e fshet, je si kjo sultanesh në jetën e tij. Pra jeni në një lidhje të komplikuar dhe është në pritje gjithmonë të mesazheve, është pak I lënduar, ka marrë goxha lëndime në zemër, por sot ka I fashën dhe të sjell këto mesazhe në qiell të pastër. Këto mesazhe me anë të mesazheve në celularin tuaj, në telefon, sepse dyshi I shkopimve më tregon që ky person ka gjithë botën, por mban një vuajtje shpirtërore në distancë, sepse ju jeni në botë, pra jeni të larguar, ky është në botë, dhe shumë shpejt do të sjellë këto mesazhe në qiell të pastër për të bërë një transformim, të mbyll një cikël dhe të hap një cikël të ri në jetën tuaj. Pra do të bëhet I gjallë dhe do t'ju sjell mesazhe, lumturi në qiell të pastër në mënyrë të befasishme që ju do ta habiteni. Me kë rezonon? Me gërmën F, me gërmën M, gërmën Z, me gërmën P, I, J, N, O, Q, V, L, V dhe gërmën L. Kurse me shenjat e horoskopit mund të rezonoj, është energji e përgjithshme dhe nuk besoj të rezonoj me të gjithë, me binjakët, me akrepin, me peshoren, me ujorin, me peshqit, me gaforen, me shigjetarin dhe me demin. Faleminderit shumë, miqtemi.